Miq, ju përshëndes. Jemi tek heroi kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeu, tek simboli i burrërisë, trimërisë dhe i rezistencës. Kjo është ajo se çka po jep një mesazh fort edhe për Shqipërinë, këtu ku është nisur ja, kam sa se vraje ti, Shqipëria ka nevojë për një lidhje. Mos vërtit shumë se ja. Si je duke bë koncert apo? Po, koncert. Tani tirimi herë këto gjërat artistike, koncertet, gjërat se kemi diçka shumë të rëndësishme. Po, kjo është rëndësishme. Cila është e më rëndësishme? E rëndësishme është largimi i kryeministrit. Bravo. Na fatin që kam thënë unë pak më Do ta televizin pak më herë. Televizin pak fatin. Pa tjetër televizja e kryeministrit, sepse këtë e thon shumë gazetar, shumë shkrimtar, shumë profesorë dhe doktor, duke futur këtu si Mustafa Naman, Spiro Palin politikanë edhe qindra e mira të tjerë, të djathtë, majt, apo të qendës dhe pa parti dhe nga shoqata civila brenda. Rri kështu që duket edhe Skënderbeu, dhe jashtë Shqipërisë. Afro këtej. Ai duhet ik patjetër, dhe unë them që kryeministri, ish kryeministri Berisha dhe Rama duhet vendosen para kanarit të drejtësisë. Po. Duke vendosur para kanarit drejtësisë, ata duhet t'japin llogari para popullit. Këtë do ta vendosë gjykata dhe prokuroria. Po. Në peshorën e drejtësisë këtu. Si e vlerëson këtë protestën, të revoltën popullore qytetare prej 11 ditësh tashmë? Kjo është një revoltë popullore qytetare, është normale në Shqipëri dhe kjo revoltë në rrallë shtetet të Evropës është parë dhe në shumë shtete tjera të botës. Po. Ka vlerë të jashtëzakonshme. Kjo revoltë dhe duhet ishte bërë më parë, por s'ka drita këtu. Duhet ishte bërë më parë, por siç thonë dhe filozofët e ndryshëm. Siç e pat pra, është poeti, shkrimtari, Fan Noli, profesori. Kujtim Buzra, ka ardhur posaçërisht sot për këtë ditë të shënuar të shqiptarëve në 148 vjetorin e lidhjes Prizrenit, ku vendosën burrat. Rrim edhe këtë që kemi edhe këtë burrin e madh këtu shqiptar. Po, Skënderbeu i madh që ka qenë një ndër herojt më të mëdhenj të kohës sonë. Ku për çfarë erdhe sot këtu domethënë? Unë erdha në 148 vjetorin e lidhjes Prizrenit, ku burrat e shquar si Shaban Hasan Buzar, si Qimi Traunçi, Yner Prizreni, Abdul Frashi e disa të tjerë vendosën lidhjen e Prizrenit, që ne jemi një Shqipëri. Çfarë vendos aty? Aty t'ja rikujtuar edhe një herë këtyre prezave, dalim te. Vendos Shqipëria është me tërë trojet e saj, me Platën, Kucin, Ulqinin, me Tivarin, Tuzin, Podgoricën, me Tetovën, Kroqovën, Manastirin, Strugun, me Kosovën, me Persevën që është Kosova lindore, me Shkupin ku Hasan Prishtina ka bërë namin atëherë në atë kohë, për lëvizjen shqiptare. Ka lind pra në këtë ditë ku është Shqipëria, ku është shqiptarët, a lind nevoja që të rikthehet edhe një herë, të bëhet edhe një herë lidhje e Prizrenit? Po, lind nevoja që të bëjmë një lidhje të dytë, duke rikujtuar këtë. Të parën. Po mbi bazë të parës, mbi bazë gjurmën e së gjyshit, të babait, do të ecin dhe fëmijët, niprit e stërniprit. Sepse duke lënë një argument të plot, duke vendosur mbi themelet e së parës, ne duhet ta zgjerojmë. Këtë edhe tua mësojmë dhe duhet t'i edukojmë brezat në këtë traditë dhe në këtë program që ka patur lidhja atëherë. Qa mund t'ishin për shumë, sa pika do propozoje ti që të ishin tek lidhja e Prizrenit për këtë herë tani domethënë, për 2026? Në këtë gjendje ku ndodhet Shqipëria. Po unë do propozoja disa pika, po këtë do të diskutoja edhe me parlamentarët, me deputetët në kuvendin dhe në. Jo, s'du t'i llogarisim fare më tani. S'du t'i llogarisim më fare. Si llogarisim fare, jo. Bëjmë edhe kështu, vetë, po e llogarisim. Vetë, po. Po. Atëherë duke përfshirë këtu Kosovën lindore që është Presheva, sotme, Buenos Medvegjaj, Plata Kucia Ulqini, Tivari, Tuzi, Podgorica, e Merad, pjesa që nga ka marrë Malisit pa drejt, Tetovën, Kërqovën, Kosivarin, Strugun, Dibra Pëpa, Manastiri, Ori, e tërë troje tjera, dhe pjesa e Qamëris, me Gumenic, Art, Filjat, Prevez, Janin, dhe disa rejnat tjera. A mendon se shqiptarët janë gati për këtë që të kenë një lidhje dytë Prizrenit? Çfarë po e tregon kjo protestë? Po kjo protestë unë mendoj që shqiptarët janë gati për krimin e lidhjes dytë Prizrenit. Dhe kjo pozicion shqiptarët, jo në trojet këtu që janë, po dhe shqiptarët në Arbëri, në Kalabri në Itali, dhe shqiptarët që janë në Amerikë, Kinë, Rusi, Gjermani, diasporë, dhe shqiptarët janë shumë në kontinentin skandinav, kur Suedia, Norvegjia edhe shtetet tjera që janë atje.
kudo në botë, pa po i Po. Po politika shqiptare me këto ditë, 10 ditë protestë, sot është 11-a. A ka marrë një mesazh të krerët e politikës, kjo kastë politike? Kjo ka marrë një mesazh, po ky mesazh për politikën i ka shtirë frikën, pa ata nuk duhet të reagojnë me njerë me sa shohun. Nuk duan? Nuk duan të reagojnë me njerë. A duhet kishte reaguar? Duhet kishte reaguar, patjetër që ditë e parë, dytë po të ishin zgjuar. Duhet të ishin reaguar dhe duhet të ishin larguar më keq se sa nga zogu nga Shqipëria. Dhe ata të vendosësh në një punë tjetër ose ti vendosësh para kanarit të drejtësisë të tërë politikanët shqiptar. Jo vetëm Salla dhe Rama, dy ish kryeministat, dhe ky kryeminist që është aktual dhe sot, por dhe deputetët e tyre, pa përjashtim. Me përjashtim të deputetëve të tyre ndjes pas si Saber Goto, apo Samajdari që kanë qenë ajka e politikës shqiptare. Dhe të tjerët patjetër ata duhet kishte dhënë dorëçe, dhe duhet të ishte shumë mirë për familjet e tyre, për fëmijët e tyre që të lënë mirë brapa, për nipërt e tyre, që këto reaguan, bën gabim me faje, ta u lënë balla me shok apo Gramozruçja, apo të tjerë që shkatruan Shqipërinë. Dhe vranë 4 burra në Shkodër, dhe shkatruan fabrikat e uzinat, shtëpitë e kulturës, dhatat e kulturës dhe kanalet dhe rezovarët dhe tërë institucionet shqiptare që ndërtoi gjyshime e babim, me grua më të tëra, që ka bota e grua sot nuk janë në eficient, sepse grua e u bë grua në ndër. Edhe ata po i shkatrojnë tani. Akoma më shumë. Çfarë bën këta që nuk dërigjen valla? Ky Rama vazhdon akoma tallet, bën këto batutat e tij. Si unë këta ai është pak i smur. Për këtë duhet të jo, ai shumë i smur është ai. Ai ka qenë i smur dhe mbetet i smur. Tani mjekësia duhet ta vizitojë atë. Është i smur djali, Është i smur djali Rama, edhe mjekësia atë do t'i bëjë vizitë. Po, edhe ilaçet e mjekësisë. Po, ne skemi edhe mjekësisë, më tregonte një miku im se unë lëviz për Shqipërinë e Madhe dhe lëviz. Po që është smur, gazetar dhe shkruar në botë, që smur ai. Është smur ai. Ai është edhe me ka qenë me karteli smur. Si ka mundësi me ti një punë të thjeshtë të shkosh të aplikosh, të kërkosh, të shkosh atje, të kërkojnë atë raportin mjekoligjor. Raporti mjekoligjor. Do që ne shefin e gjithë Po jo, unë kam një rast, unë kam nënën afër 90 vjeç nëna ime, pensioniste me 4-5 diagnoza, më thon Ministrinë e Financës, duam një raport mjekoligjor për nënën. Shiko sa të aftja. Po nëna ka 4 diagnoza, është 90 vjeç, nuk është 9 vjeç. Apo 19 apo 29. Të smur tjetër që me kryeministin. Smundje ka ajo. Tani unë mjek nuk kam. Po kam pyet shumë mjek Shqipëri të mirë, se ka dhe mjek të mirë në Shqipëri, por shumica janë të këqij me thënë. Drejt tani, akoma nuk ka filluar lëvizja që të vjet mjekësia mbi baza. Unë kam miq shumë kudo në Shqipëri thash herë, po marrim rastin e Kukësit. Asnjë mjek në Kukës nuk po viziton pacientët atje. Ose në rastin se unë kam kontrolluar qytetet e fshata të Shqipërisë, paktën nga Torpoja deri në Sarandë. E çuditshme. Atje si ka mundësi asnjë mjek mos vizitoj pacientët. Pse kokcianët shkojnë të vizitohen në Prizren, edhe Torpojanët? Në Gjakov. Jo vetëm vizitojmë. Po, edhe mjekojnë dhe operohen dhe blejnë ilaçe. Blejnë ilaçe, ushqime. Po ti ke edhe librazhin mos gabojmë të tërë tregtarët edhe njerëzit që kanë mundësi. Se librazhi është varfër, në qytetet më të varfra në Shqipëri për mendimin tim. Po ka një frikë, shkojnë në Maqedoni. Ka një frikë nga diktatura se ka lindur në Roça në librazh. Ai ka lindur Gjorkasë mos gabojmë. Ka një frikë edhe shkojnë në Maqedoni, marrin tregtar, se populli smert dot atje. Tregtarët edhe në emigrant që punon në Strug apo në Tetrova në Shkup. Me ushqime atje sepse janë më lirë, janë më të mira. Normalisht se në librazh t'i japin shtrenjtë apo në Elbasan edhe me cilësi më të dobët. Saktë. Tani dhe sa në smur nga cilësia e dobët dhe nga kontrolli i AKU-s i mediokritetit i sistemit. Koha sot dhe shumë mësues në Shqipëri, pa marrën dhe arsimin që është dobët shumë. Shumë mësues në Shqipëri shkojnë në 10 në shkollë dhe vinë 11. Këtë unë e kam parë dhe sot po dash në për librazh Elbasan di për rekord që shkon mësues në për klubet 9-10. 10-20 fukoni apo 9 apo 8. Që të shkojnë atë fshatat që do bëjmë si. Ja dhe koha e zgjatjes edhe koha që do kthehen 1-2. Pinda vjera kia, u bëm si mi thëmë. Tani që ta përmbledhim gjithë mesazhin e mirë që na ka dhënë se na ikën koha, ikën shpejt e vjetorë, do dalim atë se kjo është një protestë kombëtare për lidhjen shqiptare të Prizrenit. Po, saktë, vërtet. Për këtë përvjetor, siç është 10 qershori miq, 148 vite nga ky përvjetor i lidhjes Prizrenit shqiptarëve. Lidhjes shqiptarëve të Prizrenit, lidhjes për lapsin. Tani një mesazh për protestën si çfarë ka ngjallë dhe çfarë thirrje ke për shqiptarët për këtë moment historik. Pra siç po e konsiderojmë ne si diçka kaq mallore, pra një lidhje të dytë Prizrenit në Tiranë. Unë do të bëj këtë mesazh. Të gjithë shqiptarët, pa dalli feje, ide, krahine, partijake, rini, pensionistë, veteranë, përditshëm politikë, përsekutuar, poet, gazetar, artist, tregtar, duhet të dalim në shesh. Duhet të dalim në shesh. Dhe Ram, Berisha Ram, duhet të largohen së bashku me deputetet e tyre, të rijet vjetër, duhet ta marrin kryeministra të ri, apo të vjetër, po jo këta. Tjetër, një pres tjetër. Nuk ka rëndësi.
Amo këto në qeveri s'duhet jenë. Tjetër për tjetër. Miq, Ka rësi mosha. mesazhi kaloi, Po. artisti, shkrimtari, poeti, po tjetër. Poeti, doktor, Doktor, këngëtar, profesor, këngëtar, këngëtar dhe aktor. Fanoli Fanoli modern, Shqipërisë. Fanoli Shqipërisë moderne, kujtim buzra, ka ardhur posaçërisht nga Librazhdi vetëm për këtë gjë. Ashtu siç kanë ardhur shumë shqiptar nga trojet shqiptare, nga diaspora, kudo ku ndodhen dhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë, bashkohuni sonde në këtë ditë të shënuar për t'i treguar edhe një herë që shqiptarët ku duan, bëhen bashk, nuk ka gjë që i ndal. Edhe ky burri këtu që ka bërë historinë e shqiptarëve, gjithmonë me këtë përpara dhe ne japim drejtim. Jam drejtim, po, patjetër. Ju përshëndesim, Përshëndesim. takojmë Takojmë sot sot ora 6. t'ja tregojmë Ramës sa 2000 veta jemi. Po, Edhe Berishë se Po, ti vina sa Kosova, kaste politike, Tetova. gjithë nga Kosova, Tetova, kudo. Tërë Troje shqiptare. Ju përshëndesim. Auçinit i varet uzën,